Një tërmet shumë i fort goditi më 15 prill rrethet e Shkodrës, Lezhës, Krujës, Pukës, Dibrës, Tropojës, Matit e Mirditës dhe shkaktoi dëme shumë të mëdha. 35 të vrarë e 379 plagosur, u shëmbën 10.255 shtëpi banimi dhe 439 objekte ekonomike, shoqërore e kulturore. Komiteti Qendror i Partisë Punës të Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave i drejtuan një telegram popullsisë së rretheve Shkodër e Lezhë, ku shprehin ngushëllimet më të sinqerta të gjitha familjeve të viktimave dhe u sigurojnë atyre përkrajen dhe ndihmën e gjithanshme. Me vendim të Këshillit Ministrave, të gjitha shtëpitë, shkollat dhe ndërtesat e tjera ekonomike, social-kulturore të shëmbura ose dëmtuara nga tërmeti do ndërtohen dhe mermetohen plotësisht brenda 1 tetorit të vitit 1979 dhe të gjitha shpenzimet për ndërtimin dhe mermetimin e tyre përballohen nga shteti. Me njëherë pas rënies së tërmetit, në rrethet e mësipërme u morën masat shpejta në ndihmë të popullsisë së dëmtuar, u krijuan shtabet e rretheve dhe shkuan në vend zëvendës kryetarët e Këshillit Ministrave shokët Manush Miftiu e Palimiska, si dhe shumë kuadër të tjera nga organet qendrore. Mbi 300 vullnetar erdhën brenda një ore të gatshëm për të dhuruar gjak të aksidentuarve. Kjo gatishmëri dhe përkujdesje është një shprehje kuptim plote e solidaritetit të shkëlqyer që ka skalitur partia tek njerëzit tanë. Dhejësit e partisë dhe shtetit erdhën në fshatin kufitar Buzgunës në pentarën e rrafshuar krejtësisht nga tërmeti, ku vran 15 veta. Por nuk u dobësua as pak morali i lartë, guzimi dhe gatishmëria për t'i bërë ballë fatkeqësisë. Shokët Mehmet Sheu dhe Ramizelia bisedojnë me kooperativistin Nikol Zefi nga Velipoja, baban Elizës 19 vjeçare, mjelëse së dalluar që ra në krye të detyrës. Nuk kishte shumë kohë që Liza Zefi kishte bërë dokumentat për të pranuar në radhët e partisë. Këtu në këto stallat rrafshuara, ajo ra si një revolucionare e denjë për të mbrojtur pronën socialiste. Partia është më fort se tërmeti, thot kooperativistja nga Manatia e rrethit të Lezhës. Partinë e kemi gjithë një pranë. Kujdesi i saj për ne na e kthen dhimbje në forcë, në guzim. Familjet e dëmtuara nga tërmeti u strehuan në përçadra, ku do të banojnë deri në ditën kur do të futen në shtëpi të reja, që do t'i ndërtojnë mendimin e shtetit. Ato do t'jenë më të forta e më të bukura. Telegrami i Komitetit Qendror të Partisë dhe i Këshillit Ministrave ngriti pesh gjithë masat tona punonjëse të qyteteve e fshatrave, të cilët shprehin solidaritetin e tyre vllazëror dhe patriotizmin e lartë për të ardhur në ndihmë zonave të dëmtuara, që edhe këtu, si në çdo skaj të Shqipërisë, të ra pulsi i fuqishëm i jetës sonë socialiste. Shpirti revolucionar, vendosmëria, guximi dhe optimizmi u manifestuan edhe një herë me tërë madhështinë e tyre këto ditë në zonat e dëmtuara. Banorët e këtyre zonave e ndjejnë se krah për krah me ta është partia, është shteti ynë i diktaturës së proletariatit, është mbar populli punonjës, i cili si asnjëherë tjetër punon pa u lodhur për të kapërcyer sa më shpejt pasojat e tërmetit
për të plotësuar e të kaluar të gjitha detyrat në jubileun e 35 vjetorit të çlirimit të Atë Dheut.